Ka ndruar jetën në moshën 68 vjeçare Mahmut Jusufi, juristi i njohur nga Tetova dhe mbrojtës në shumë procese kundër shqiptarëve. Në biografinë e tij qëndron se Mahmut Jusufi rrjedh nga një familje fisnikësh e vjetër qytetare, ku tradicionalisht janë kultivuar vlerat kombëtare, fetare dhe kulturore, gjithsesi nga një trung familjar qytetar mbi 400 vite në Tetovë, dhe njihet si familja Bambari, e cila është në fisnim me familjen Zogoglu, nga e cila familje është edhe mbreti i parë i Shqipërisë Ahmet Zogu. Mahmut Jusufi është djali më i madh i Xhemil Efendis Ahmet Xhevatit. Ai u lind në vitin 1948 në Tetovë. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në gjimnazin Kirili Peqinović në Tetovë. Në vitin 1968 regjistrohet në Fakultetin Juridik në Prishtinë, ku edhe diplomon në vitin 1973. Pas diplomimit, karrierën e vet si juriste nis në kombinatin Jugohron në Jegunoc. Në vitin 1979 emërohet sekretari i gazetës Flake e Vllazërimit. Për shkak të diferencimeve politike pas vitit 1981, ngelet i pa punë deri në vitin 1983, kur regjistrohet në Odën e Avokatëve të Maqedonisë dhe ushtron profesionin e avokatit në Tetovë. Në kuadër të veprimtarisë avokaturës ka qenë i angazhuar në të gjitha proceset gjyqësore kundër veprimtarëve politik për çështje nacionale, pa kompenzime dhe honorare, duke filluar prej aferës së ashtu quajtur afera e armëve, si dhe proceseve gjyqësore politike kundër kryetarëve të komunës së Tetovës dhe Gostivarit në vitin 1997, duke u angazhuar si mbrojtës i dy kryetarëve Alajdin Demirit dhe Rufi Osmanit, si dhe kryesuesve të këshillave Vebi Bexheti dhe Refik Dauti, si dhe ka organizuar mbrojtjen e Dr. Fadil Sulejmanit dhe të tjerëve të akuzuar për veprimtarinë e tyre rreth themelimit të Universitetit të Tetovës. Të afërmit e tij theksojnë se Mahmut Jusufi është njëri nga themeluesit e Universitetit Shtetëror të Tetovës, pasi veprimtaria e Fadil Sulejmanit dhe të tjerëve janë zhvilluar në zyrën e avokatisë së tij deri në themelimin e USHT-s. Në mëngjesin e datës, kur vjen themelet e USHT-s, ai bashkë me profesor Dr. Myrtezan Ismailin arrestohet nga ana e policisë sekrete dhe izolohen në Shkup për mos me qenë prezent në themelimin e universitetit. Indjeri Mahmut ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese, por dha dorëheqje nga ky post në momentin kur gjykata kushtetuese abrogoi nene që kishin të bëjnë me përdorimin e flamurit shqiptar.